Nezir Makolli ka 24 vjet që punon në minierën e Artanës e që nga e marta e javës së kaluar. Ai bashkë me 210 kolegë të tjerë të minierës, por edhe të flotacionit në Kishnicë, kanë hyrë në grevë. Mos ekzekutimi pagave për muajin prill është bërë shkak që ai dhe kolegët e tij po refuzojnë të punojnë. Normal që na bëjmë familje, edhe përqësojnë mbetojmë, kem kredia, kem gjithat, kështu që na mbalë me përqësojnë. Ka edhe raste tjera, ka edhe më herët, po tash dje kanë pas me ekzekutu paga, se kanë ekzekutu. Bleremi Meri, kryetari sindikatës së minatorëve të Kishnicës së Artanës, tha se arsye e mos ekzekutimit të pagave është mungesa e mjeteve financiare. Sot dash data e 21-tin, kushte normale këto dash me marrë me 6 deri në datën 10, nuk i kanë marrë, sipas menaxhimentit të Trepqës, nuk ka mjete financiare. Kjo është arsyeja për çka nuk e kanë ekzekutuar pagat. Veç mjete financiare s'ka. Ja, minatorët janë të vendosur mos m'ia fillu punës deri dalin pagat. Ndërsa drejtori njësisë biznesore në Kishnicë së Artan, Fisnik Frangu, ka thënë se nuk e di arsyen e mos ekzekutimit të pagave, edhe pse ata gjatë kësaj periudhe kanë pasur shitje. Kemi bërë shitje me 5 maj rreth 220 ose 230.000 euro, që i tejkalon pagesat e minatorëve të komplet njësisë biznesore Artanë e Kishnicë. Pse nuk është realizuar ekzekutimi i pagave, le të merret menaxhmenti. Ne si njësi biznesore kemi pasur pengesa të ndryshme. 7 muaj furnizim kemi pasur probleme me rrymën që nuk e kanë lënë që të zhvillohet prodhimi normal. Gjatë ditës në ndërmarrjen Trepqa nuk ju përgjigjën thirrjeve telefonike të kohës dhe as pyetjeve të shkruara në emailin zyrtar lidhur me mos ekzekutimin e pagave. Me probleme financiare, ndërmarrja Trepqa është përballur në vazhdimsi. Në gusht të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i pati ndarë mbi 4 milion euro për tejkalimin e krizës financiare.